Përshëndetje të dashur nxënës, sot në lëndën e gjuhës shqipe do të marrim një temë nga letërsia, imazhet poetike dhe kaligrama. Rezultatet e të nxënësit. Shkruan poezi me efekt tingëllor ose grafik, kaligrama, duke përdorur imagjinatën, dallon elementet e metrikës, zbaton vargun, rimën dhe figuracionin artistik në shkrimin e një poezie dhe kupton konceptin kaligram. Rikujtojmë ç'është poezia. Poezia është të folurit me vargje dhe me figura poetike. Poezia kërkon të respektosh rregullat e vargëzimit, kurse proza rregullat gramatikore. Forma karakteristike e poezisë është vjersha. Vjersha përbëhet nga një numër i caktuar vargjesh dhe vargu nga një numër i caktuar rrokjesh. Ç'kuptojmë me metrik? Studimi dhe njohja e rregullave sipas të cilave bëjmë vargje ose vjersha quhet metrik. Fjala metrik vjen nga greqishtja metro, që do të thotë mas. Gjatë analizës metrike, ne në poezi themi analizojmë vargun, analizojmë rimën dhe analizojmë dhe strofën. Ç'kuptojmë me varg? Vargu është njësia poetike i përbërë nga një numër i caktuar rrokjesh. Varg i rregullt, varg i lirë, varg i shkurtër, varg i bardhë. Po me rimë ç'kuptojmë? Themi se dy vargje rimojnë kur kemi në fund të tyre dy fjalë të cilat duke u nisur nga zanoria e theksuar, të gjitha shkronjat i kanë të njëjtat pas zanores së theksuar. Dhe gjatë analizës që i bëjmë rimës, nëse do kemi një poezi me strofa 4 vargje, atëherë themi rima është A A B B, dhe quhet rimë e puthur, A B A B rimë e kryqëzuar dhe A B B A rimë e përmbyllur. Poezia shkruhet në kolon dhe në strofa. Ç'janë strofa? Ç'kuptojmë me strofë? Bashkimi i vargjeve në grupe të veçanta nga ana kuptimore dhe nga ana e ritmit quhet strofë. Strofat janë me 2 vargje, me 3 tercina, me 4 deri në 14 vargje është një strofë. Strofat e zakonshme janë me 4 vargje. Atëherë këtu ju kam marrë dy poezit nga libri, që janë dy poezi të shkruara me një tematik ndryshe nga poezi që ne jemi njohur deri tani, dhe janë poezi pikturale që quhen kaligrama. E para, zemra, ka vargun zemra ime ngjan në një flak që të përkullur e ka majën. Kurse e dyta, pasqyra, pra i ka titulluar kështu autori mbi bazën e figurës që ato pasqyrojnë. Tek pasqyra është vargu jam i mbyllur, i gjallë dhe i vërtet, siç imagjinojnë engjëjt dhe jo siç janë reflekset në këtë pasqyrë. Atëherë, këto dy poezi të poetit francez Apollinaire janë shkëputur nga vëllimi poetik kaligrama. Vetë titulli i vëllimit tregon teknikën e re që ka përdorur Apollinaire. Ai bashkon kaligrafin, arti i të shkruarit bukur, me ideogramën, shenjë shkrimore që shpreh një ide. Fjalët, rrokjet dhe tingujt organizohen nga ana tipografike dhe hidhen në letër në atë mënyrë që të formojnë një poezi pikturale, ku forma shpreh thelbin e idesë, pra shpreh mesazhin. Duke studiuar poezinë, pra si është e formuar ajo, dhe ju do të mundoheni që në fletorin e detyrave të shtëpisë të shkruani ose një poezi me strofa ose me kolon, duke patur parasysh edhe metrikën e saj,
duke respektuar vargun, strofën, rimën, ose një poezi kaligram, pra të formoni një figurë dhe pasaj aty të figura të shkruani vargut që ju keni zgjedhur. Ju uroj punë të mbarë.